Drejtuesi politik i Partisë Socialiste në Qarkun e Vlorës, Bledi Çuçi, takimin e radhës elektoral e zhvilloi në Sarandë bashkë me kandidatët për deputet Ardit Bido, Gjergji Mërkurisi dhe Vasili Llajo. Ai kërkoi mbështetjen me votë në zgjedhjet e 11 majit. Çuçi renditi 5 arsye se pse duhet zgjedhur numri 5 në fletën e votimit. Së pari, ai përmendi investimet që janë kryer në Sarandë për gjatë viteve, kur Partia Socialiste i qeverisi vendin, investime që e kanë transformuar qytetin dhe e kanë shndërruar në një nga destinacionet kryesore turistike në mesdhe. Së dyti, Çuçi përmendi projekte të tjera madhore që do të realizohen gjatë këtij mandati, si bypassi i qytetit, porti i jahteve dhe rruga e re Dhërbime-Sarandë. Si arsye tepër të rëndësishme përse duhet zgjedhur Partia Socialiste, ai përmendi alternativën që ajo ofron, skuadrën fituese që ka dhe mbi të gjitha, alternativën që ka përballë. Çuçi theksoi se tashmë është koha që Shqipëria të futet në Bashkimin Evropian, e gjithë secili të mendojë për të ardhmen e vendit dhe të tjerë. Arsyeja parë pse duhet votoni, pse shqiptarët, pse Saranda duhet votojë Partinë Socialiste është për atë që Partia Socialiste ka bërë për Shqipërinë dhe për Sarandën. Arsyeja e dytë është për atë që ne do të bëjmë. Arsyeja e tretë është alternativa e opozitës. Alternativa që ka përballë Partia Socialiste, alternativa që kanë përballë sot shqiptarët. Sali Berisha. A e mendoni që në 2025 ne të kemi akoma si alternativë qeverise Sali Berishën? Dhe kjo është një arsye e fortë, sikur asgjë mos kishim bërë në këtë drejtim, vetëm të mendosh që njeriu që e çoi 2 herë në humner Shqipërinë. Çuni im lindi kur ai u rrëzua nga shqiptarët në 97-ën dhe tani është 28 vjeç dhe shef alternativ prap Sali Berishën. Arsye e katërt është Partia Socialiste, Edi Rama dhe skuadra që ka ai për zgjedhjen e 11 majit. Unë nuk besoj se ka një udhëheqës në gjithë to vitet e shtetit shqiptar që ka bërë më shumë për dinjitetin e Shqipërisë dhe shqiptarëve se Edi Rama. Pa diskutim që ky transformim nuk mund vinte pa Partinë Socialiste dhe pa Edi Ramën. Arsyeja e pestë, të dashur miq, ka të bëjë me një gjë shumë më të madhe se sa thjesht familja, Obori, Lagja, Bashkia, Saranda, Qarku, ka të bëj me Shqipërinë. Ka të bëj me Shqipërinë, ka të bëj me të ardhmen e fëmijëve tanë. Arsyeja 5 pse duhet votojmë Partinë Socialiste është sepse në 2030, në mandatin që ne do marrim, ne do ta çojmë Shqipërinë dhe do ta bëjmë pjesë të Bashkimit Evropian. Një ëndër shekullore e të gjithë shqiptarëve që nga krijimi i shtetit më në fund e kemi shumë pranë, më në fund e kemi të realizueshme brenda një mandati që ne do e marrim nga shqiptarët. Vetëm Partia Socialiste me nënkrye Edi Ramën mund ta bëjë këtë ëndër realitet dhe po e bën më në fund këtë ëndër realitet. Prandaj në 11 maj të gjithë duhet të dalim dhe të votojmë numrin 5, Partinë Socialiste numrin 5. Drejtuesi politik i Partisë Socialiste vlerësoi gjithashtu kandidatët për deputet Ardit Bido, Gjergji Mërkuri dhe Vasil Llajo.